Gjatë fushatës së zgjedhore, mediat publikuan kontrata të lidhura në ndërmarrjet komunale të Tetovës. Në NPK Shari ishin regjistruar 141 kontrata, ndërsa në NPK Tetova 137 kontrata. Ndërkaq Tetova Transport kishte lidhur 25 kontrata. Komuna e Tetovës në vitin 2025, përmes Agjencisë për Punësim, Job 2012, kishte realizuar punësime me vlerë 35 milion denarësh. I pyetur për këto, kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami deklaroi se bëhet fjalë për pagesa për shërbimet e kryera dhe se në komunën e Tetovës nuk ka pasur punësime të reja as në administratë dhe as në ndërmarrjet publike. Nuk kanë qenë kontrata të Jobit, por kanë qenë pagesa të cilat ju janë bërë personave të caktuar në bazë të situatave të caktuara, kanë fitu projekt, ka pas vendim të këshillit, apo nuk janë kontratat dhe ati ka pasur keq përdorim të informatave me karakter publik. Të gjithë të punësuarit me vendim dhe të përkohshëm, të përhershëm dhe të përkohshëm përmes agjencionit privat, tani më jemi në fazën e rregullimit të webfaqes së komunës dhe të gjithë do t'jenë në webfaqen e komunës. Ne i publikuam komplet si listë, por nuk ishte korrekte me i publiku gjithë punësumit që të keq përdorime, po do t'jenë të punësuar përmes sektorëve dhe njësive në komunën e Tetovës. Por i pyetur nëse do të publikohen të gjitha kontratat e lëshuara, duke pasur parasysh se NPK Tetova nuk ka paguar kontributet për të punësuarit gjatë 20 muajve të fundit, ndërsa para zgjedhjeve ka lidhur 137 kontrata, Kasami u përgjigj. Unë mendoj se në atë aspekt mund të ketë transparencë, do ketë transparencë për gjithë të punësuarit, këtë rast edhe në ndërmarrje, sepse ndërmarrjet nga ky vit unë kam dhënë urdhres, por kanë qenë çështje formale administrative që të punësuarit në për ndërmarrje të jenë të punësuar në ndërmarrje, me vendim dhe të përhershëm dhe të përkohshëm. Dhe kjo nga 1 janari do të implementohet të gjitha ndërmarrjet. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, më njëherë pas marrjes së mandatit, deklaroi se në komunën e Tetovës nuk do të ketë kontrata të fsheta dhe se të gjitha kontratat do të publikohen çdo 3 muaj. Ndërkaq, një nga premtimet kryesore të Kasamit edhe në këto zgjedhje ka qenë transparenca.